Policia australiane ka sekuestruar 2.7 ton kokainë, sekuestrimi më i madh i këtij lloji në vend nga një sistem bunkeri nëntoksor në Sydney perëndimor. Droga, me një vlerë prej 816 milion dollarësh australian, u gjet të premte në ndarje të fshehura në dysheme në 3 kontenjer transporti në një pronë në Londonderry. 2 burra të moshës 21 dhe 25 vjeç, të cilët dyshohet se u përpoqën të iknin policisë, u arrestuan në vendngjarje dhe u akuzuan për posedim të një sasie tregtare të një droge të kontrolluar kufitare të importuar në mënyrë të paligjshme. Policia thot se kokaina u kontrabandua në Australi nëpërmjet qytetit të vogël Midge Point, në Queensland të Veriut, me urdhër të një grupi të krimit të organizuar. 2 burrat, të cilët u lanë në paraburgim pasi u paraqitën në gjykatë të shtunën, përballen me burgim të përjetshëm nëse dënohen. Policia tha se bastisja në pronën e Londonderry ishte pjesë e operacionit Mingyang, i cili u nis në maj pasi 40 kg kokainë u gjetën duke lundruar në ujë nga një ramp varkash në Midge Point. 6 persona të tjerë në Queensland dhe New South Wales u arrestuan dhe u akuzuan si pjesë e hetimeve të nisura nga gjetja, tha policia javën e kaluar. Një anije mëm e dyshuar si pjesë e operacionit të kontrabandës është ndaluar gjithashtu në ishujt Solomon. Pavarësisht largësisë së saj, Australia është një treg fitimprurës për tregtinë e drogës, me kokainën që zakonisht shitet rreth $300 australian për gram, sipas një sistemi monitorimi të drogës së paligjshme të drejtuar nga Universiteti New South Wales. Australianët dhe neozelandezët gjithashtu kanë nivelet më të larta të përdorimit të kokainës në botë, sipas raportit botëror të OKB-s për drogën të vitit të kaluar.